الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu subhanahu wa taala I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: O ju që besuat, friksoni Zotin sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtarë të sinqert ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani I Kerim. Dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbjet që në zjarr. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, ad-dinu wal hayatu fitra. Jeta dhe feja është natyrshmëri. Jeta dhe feja është natyrshmëri. Pra njeriu e do besimin tek Zoti I tij. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur thot: kullu mauludin yelidu ala fitra. Çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij, besimtar tek Zoti subhanahu wa taala, por janë prindrit ata që e ndryshojnë ata. Ja ndryshojnë atij rrjedhën e besimit, e jetës e kështu me radh, kur fillojnë dhe e formojnë dhe edukojnë e kështu me radh. Mirë, po sot do të flasim për diçka që jo vetëm është natyrshmëri, dhe sa herë që njeriu del nga natyrshmëria do të përballet me pasojë nga më të çuditshmet. Për të ligjin e famshëm barazie gjinore. Nëse ju kujtohet, para 4 vjetësh ju ka mbajtur një ligjërat që quhet Harbun Mustalahat, lufta e termave. Dhe lufta e termave bëhet në shumë rrafshe, në rrafsh politik, në rrafsh sociologjik, në rrafsh ekonomik, në rrafsh juridik. Dhe kur vjen puna ke rrafsh juridik që jemi sot, fusi një term në mes për të shpërbër komplet familjen, pse se kur thua barazie gjinore, ai të fut të gjitha llojet e gjërave dhe thot: e ke aty me ligj, s'kam ç'a të bëj. E miratoi populli ligjin. Dhe këtu vjen dhe roli I njerëzve fisnik dhe njerëzve të mençur që shikoni pra kë zgjidhni dhe shikoni ku e hidhni votën. Neve nuk mund të dahemi dot nga jeta, as nga realiteti shqiptar ku jetojmë, por kemi mundësi të zgjedhim dhe kemi mundësi të reagojmë, por si gjithmonë reagojmë atëherë kur na e vën vulën të tjerët dhe na përcaktojnë fatin e familjeve dhe djemë dhe vajzave tonave dhe prindërve tanë se si duhet quhen prindi 1, prindi 2, objekti 1, objekti 2. Pra, thash që jeta dhe feja është natyrshmëri. Prandaj dhe Zoti subhanahu wa taala e ka quajtur besimin natyrshmëri dhe çdo gjë që lidhet me jetën dhe besimin është natyrshmëri. Pra çdo gjë që njeriu e do është natyrshmëri dhe çdo gjë që njeriu urren është natyrshmëri. Çdo gjë që njeriu ka frikë për sa e dëmton është natyrshmëri. Dhe çdo gjë që njeriu largohet për sa e keq është natyrshmëri. Allahu subhanahu wa taala I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin Kerim: "Fa aqim wajhaka lid-din hanifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون." Dhe përkushtoja
besimin tënd o Muhammed vetëm Zotit. Vetëm Zotit. Një i vetëm pra, mos e shmang besimin, mos e shmang adhurimin tek dikush tjetër përveç Allahut azza wa jall. Sepse kjo është natyrshmëria me cilën Zoti i krijoi njerëzit. Besimi tek Zoti subhanahu wa taala, edhe pse shumë prej njerëzve këtë nuk e dinë, prandaj dije Muhammed se nuk ka ndryshim. Nuk mund të ndryshojnë dot natyrshmërinë fenë e Zotit subhanahu wa taala, fenë vërtet edhe pse shumica e njerëzve nuk e dinë. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tij. O ju vëllezër dhe motra, me disë ligjeve të natyrës kemi bimët janë dega mashkull, dega femër. Kemi njerëzit, kemi mashkull, kemi femër. Kemi kafshët po ashtu, kemi insektet po ashtu. Madje edhe ke ligjet biologjike të fizikës duhen dy gjërat në veprojnë mashkull dhe femër. Mirë, por kur hidhen terma, bëhet lufta termave, që ju kanë pranuar para shumë vitesh dhe shumë vetave, duket çudi çfarë thot ky. Pra ja prisni, s'keni parë gjë akoma. Kur të vishet djali me pantallona dhe ti mbushet mendja, shiko, ti nuk je djalë, ti je vajzë. Allahu akbar. Dhe ti thuhet vajzës, ti nuk je vajzë, je djalë, se ke prer flokë të shkutra. Prandaj mos paragjyko këtë apo atë. Kështu është kur neve heshtim dhe mbyllim gojen dhe më falni, populli shqiptarëve është populli më dele në Europë. Do që do mërziteni, po ky është realiteti. Ne nuk reagojmë edhe kur na vrasin, edhe kur na lëm pa bukë, edhe kur na lëm pa ujë, edhe kur na lëm pa drita, edhe kur na lëm pa ekonomi, edhe kur na e përzojnë rinin e çojnë për jashtë, tash ti hyn ke shtëpitë tona. Si duhet ta quash ti djalin dhe vajzën e diun? Si duhet ta quash babin dhe mamin, këtë e diun? Si duhet quhet familja, këtë e diun? Me pretendimin se familja tradicionale burrë dhe grua ka dështuar, por nuk e fusim dot ligjin direkt, po e quajmë barazie gjinore. Kurse Allahu subhanahu wa taala me ligjet e tij, që në kohën e Ademit që krijoi, madje edhe xhinët janë mashkull dhe femër. Çdo gjallëse është mashkull dhe femër, dhe në biologji, dhe në fizikë, dhe në kimi duhet ndërveprojnë gjërat me njëra tjetrën që të lidhen, që të funksionojnë. Kurse këta dalin nga natyrshmëria, dalin nga natyrshmëria e jetës. Zoti e ka bërë vazhdimsinë e jetës midis burrit dhe gruas. Ai quajti gruan seken lakum, i bëm gratuje seken, qetësi për ju, që të shtojmë dashuri, që të ketë vazhdimsi jeta, dhe kjo është natyrshmëri. E do burri bashortën e tij dhe e kundërta, e do që të ketë fëmijë, dhe fëmijët të kenë fëmijë, dhe pastaj të ketë fëmijë dhe të vazhdojë jeta, kurse me këta vdes jeta. Me pretendimin se kemi disa njerëz që kanë disa zgjedhje të veçanta dhe neve detyrohemi të bëjmë ligje dhe të imponojmë të shumicës popullit për 5 apo 10 vjeta që disa paguhen dhe disa bëjnë sikur janë të tillë, dhe neve vazhdojmë dhe ulim kokën dhe themi s'kemi çfarë të bëjmë me miratun ata. Prandaj këtu vjen dhe roli i atyre vëllezërve dhe motra tona që aderojnë në partitë politike. Ju çfarë funksioni keni ju? Ata fëmijët nesër nuk janë fëmijët tuaj ata që do meratohet ky ligj? Kur vini kërkoni votat besimtarë musliman, me çfarë kuraje vini e kërkoni votën? Nuk keni asnjë lloj guximi tu flisni atyre politikanëve të lartë parlamentit turpit që mos e votojnë këtë lloj ligji. S'keni guxim. S'keni pas asnjëherë guxim. Me thënë drejtën, as të majt, as djathtë. Keni mbyllur gjithmonë gojen, edhe për hallet e problemet që kanë pas vëllezër motra tona, edhe kur vjen puna ke vetë familja juaj. Tashmë ju keq e erdhin der. As si puna atyre vëllezër që sillen dhe bëjnë sikur nuk e dinë. Thot u dojtë shtëpia komshiut. Tha pa le di se nuk është shtëpia ime. Pastaj filloi marri gardhi, tha pa lere se gardhi, pastaj mori shtëpia ime, pastaj u dojtë fëmijët e kështu është dhe kjo punë. Tash na prek të gjithëve, sepse neve mbyllim gojen. Mos ta prishim me filanin, me fistekun, me filan parti, me filan deputet, me filan. Jo. Tu nuk bëhet fjala individëve, vëllezër, interesa personale, tu bëhet fjala për fatin e kombit. Pasi e përzuan rinin shqiptare, e përgjysmuan popullsinë shqiptare. Tash më hyn dhe ke familja dhe fëmijët si t'u quajmë? Me çfarë gjinie duhet i quajmë fëmijët? Kurse Allahu thot fitrat Allahi lati khalaqa an-nasa alayha, kjo është natyrshmëria me cilin Zoti i krijoi njerëzit. Mashkull dhe femër. Që jeta të ketë vazhdimsi, që jeta të ketë kuptim, që jeta të ketë lulëzim, ndryshe vëllezër dhe motra, do të vi djali të vishet si grua, si vajzë, dhe vajza të vishet si çun, dhe nga emrin Fatime Medine thotë e kam emrin Xheku. Allahu Akbar. Po pse më i bab? Se kështu e kam mësuar ke shkolla. Kështu e kam mësuar ke shkolla. Prandaj
vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtar, nëse kjo gjë nuk pranohet ke jeta e kafshëve, si mund ta pranojmë ne njerëzit? Si mund të reagojmë neve tashti? Prandaj kjo vjen që në momentin që ti kur e hedhët të votën, shiko se ke përpara. Çfarë programi politik kanë për zhvillimin e vendit, ekonomisë, për zhvillimin e mjekësisë, për forcimin e shtetit, për forcimin e shoqërisë, për nxjerrjen e vendit nga fukarallëku, për forcimin e rinisë që të jetë i arsimuar me shkolla, jo për ligje si të bëhet burri grua dhe gruaja burr. Këtë duhet shikoni ju vëllezër dhe motra që aderonin partitë politike. Sepse vjen puna të thonë ata, ika ti ke xhamia, ika ti ke populli kërkon votën, po përgjigju popullit më. Ke pa krenari, të cënohet feja nuk reagon, të shahet pejgamberi nuk reagon, të shahet familja nuk reagon, të shkatërrohet ekonomia nuk reagon, të shkatërrohet nderi nuk reagon, të shkatërrohet dinjiteti nuk reagon, po kur të reagojnë këta? Populli dele. Dele. Kur të bëhet një diktaturë avash avash, dhe ta kuptoni pasaj shu që kam thënë herë më kaluar, që t'ju amasin kohën, familjen, pasurinë, se çfarë duhet veprosh edhe në shtëpinë tënde, jemi ne që të zgjidhim hallet. Ti si nën dhe baba s'ke më rol, se ti nuk quhesh babi dhe mami më, ti quhesh prindi 1 dhe prindi 2, objekti 1, objekti 2. Atë krijesën më të dashur që Allahu ka quajtur nën, neve e ndryshojmë, sepse globalistët nuk kanë shenjë të ri. Nuk e njohin Zotin. Ata në ligjit e tyre thonë ne respektojmë drejtat e besimit, por nuk kanë asgjë të shenjtë. Çdo gjë është e diskutueshme për ta, nderi, familja, pasuria, feja, kombi, to janë gjëra që i keni ju thot, neve jo, me ligjet tona jo. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që të na ruaj për sherrin e tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot el haya'u min al iman, turpi është për besimit. Turpi është për besimit, madje është një nga degët e besimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin tjetër pa dikë pejgamberi që përqortonte vllajën e tij për turp, ishte i turpshëm, një i sjellshëm. I tha utruku lere, pse e qorton për turpin? Innal haya la ya'ti illa bi khair, turpi nuk vjen vetëm se me të mirën. Ka të mira turpi. Pra njeriu që ka turp është i tërheqëm, ka turp për gjërat që janë të turpshme. Mirë, por kur ndryshohet natyrshmëria, kur gjërat që ne i konsiderojmë si të moralshme, ata i konsiderojnë si asgjë, s'ka asnjë problem. Nëse burri martohet me një grua dhe është natyrshme, kur martohet burri me burr dhe gruaja me grua, kjo për ta ka shumë domethënie. Është liria e njerëzve, sepse familja tradicionale ka gabuar, thonë ata, nuk po përparon, nuk po zhvillohet. Prandaj vëllezër dhe motra, kuptoni mirë këto ligje dhe këto rregulla që futen në emrin e termave të përgjithshëm, të drejta dhe barazit e njerëzve. Mirë, po pasoja do të shikoni mas 5 ose 10 vjetësh, kur të vi djali me mindifund ke shtëpia. Dhe atëherë do të rënqetet mishi dhe thosh, çfarë është kjo? Dhe atëherë nuk di si të reagosh, se e kanë hedhur helmin brenda, ta kanë mbrojtur dhe me ligj, dhe ti nuk guxon të t'i thosh o baba, po nuk është kështu jeta. E di unë, thot. Është e drejta ime baba. Nuk më bebon ti, thot baba, i thot vajza, se jam mashkull apo jam femër, dhe ti s'flet dot, se e ke me ligj dënosh me 5 vjet burg, me 10 vjet burg. Prandaj vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, na lumt neve që i kemi këto qeverri që na kënaqin njëra mas tjetrës, njëra më zullumqare se tjetra, më e pa shpirt se tjetra. E lam popullin fukara, pa buk, pa arsim, pa mjekësi. Tash ti hyj dhe gruaja dhe kalamajt, se si duhet të quhesh dhe si duhet i kesh fëmijët, Prandaj ata përdorin terma të përgjithshëm që neve mos të reagojmë dot. Nuk thot ta transformojnë familjen, po thot barazie gjinore. Dhe me këtë term hyn të gjithë drejtë shejtanët të njerëzve dhe atyre që i bëjnë këto ligje. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula, nga fjalët e urta që kanë përcjell thot popujt nga pejgamberët e mbarshëm, illam tastahi fasna ma shit, kur nuk e turp bëj të gjitha. Në kuptimin kur njeriu zhvishet nga ndjenja e turpit, mos prisni prej tyre që të ketë të njëjtën ndjenjë që ndjen ti, të njëjtën hall dhe problem që ke ti. Ai se ka problem fare, a ka apo s'ka gjini? As do të di fare se çfarë thot besimi, normat e sjelljes, morali, feja, shoqëria, çfarë thëmund thot. Pra vin 1, 2, 3, 5 individ dhe imponojnë një kombi të tërë
se si duhet ta quaj familjen e tij, djem dhe vajzat e tij, se si duhet i trajtoj ata, sepse neve sipas tyre kemi dështuar dhe nuk e kuptojmë jetën. Dhe vim neve, ju ndryshojmë rrugën ju o popull shqiptar, se ne jemi të ndryshuar e kemi zhvilluar njerëzimin. Prandaj në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe fjalë e madhe kjo, likulli dinin khuluqa, çdo fe ka moralin e saj, wa khuluqul islami al-hayat, kurse morali islamit është turpi. Pra ajo sjellje apo ajo ndjenjë që të bën të largohesh nga gjërat e degraduara, nga gjërat e degeneruara, nga gjërat e turpshme, nga gjërat e ndyra, nga gjërat e shpifura. Ky është turpi i vëllezër. Është kjo ndjesi që na pengon neve që kur dalim para Zotit subhanahu wa taala dalim njerëz fisnik, sepse po u zhveshej nga natyrshmëria, ju garantoj që nuk do dini të bëni më dallimin çfarë është e moralshme dhe çfarë nuk është e moralshme, çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë. Nëse kujtohet dikur çdo njeri që ka qenë i vogël, ta që jam i 40 vjeç, rrallë mund të ndodhe që një burrë i gruat puthesh në rrugë, gjithë qyteti e mandengoj. Wow, ç'a bëri. Kurse sot bëjnë shumë gjëra në rrugë dhe asnjëri nuk reagon. Pse? Tashmë ta imponoi realiteti këtë lloj sjellje. Dhe kush reagon thotë sa pas ka rrjedhur ky, sa mbrapa që ka ky. Sa mbrapa që ka ky. A nuk ka thënë pejgamberi sa një nga shenjat e kiametit është do të bëjnë zina mes rrugës, ka thënë, dhe më i miri prej tyre atë ditë do të jetë i thënë, "Ore, mos e bëj këtu rrugë, paktën shtyu pak më tutje, se dukesh." Pra, na e vërteton çdo ditë fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam se çfarë do të ndodhi, dhe hadithi i tij alayhi salatu wasalam do të vijë kohë kur burrat do të përnjësojnë grave dhe gravet do të përnjësojnë burrat. Prandaj o vëllezër dhe motra, mos u gënjeni nga termat. Mos u gënjeni nga fjalët e bukura. Tashi neve duhet luftojmë në shtëpitë tona me fëmijët tanë që kujdes, të keqen baba, të keqen nana, se na u imponua një ligj që flet për 1, 2, 3 gjëra. Kujdes nga kjo, tashmë ti do të rish roje, jo vetëm jashtë shtëpisë tënde, por edhe brenda shtëpisë tënde. Elusim Allahut na ruaj nga sherrri i tyre. Elusim Allahut na ruaj nga sherrri i tyre dhe nga sherrri i tyre që ligjërojnë dhe miratojnë ligjet e turpit. Elusim Allahut na ruaj djem dhe vajzat tona, familjet tona. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall. Paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vule pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Në hadithin e Mi'rajit dhe Isras, kur u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qiell, Gjibrili alayhi salatu wassalam i sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një enë me qumësh dhe një enë me alkol. Dhe i thot zgjidh. Zgjodhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam enën me qumësh dhe piu. Dhe çfarë i thot Gjibrili alayhi salam, thot hudit el fitra, zgjodhe natyrshmërinë. Pra njeriu, pejgamberi zgjodhi qumshin. Pra pije e dobishme që nuk e dëmton njeriu, dhe u largua nga pija e dëmshme e cila e dëmton njeriu. Pse o vëllezër, sepse çdo gjë që e dëmton njeriu nga natyrshëm ne e refuzojmë. Ke frikë nga egërësira se të hash, natyrshmëri ka kriju Zoti. Ke frikë nga njeriu keq se të bën dëm, që është natyrshmëri ka kriju Zoti. E do të mirën, e do familjen, e do pasurinë, e do tregtinë, se ka kriju Allahu është natyrshmëri. Dhe kur i largohesh veprave të ndyra dhe të këqija është natyrshmëri. Këta na e shkatruan neve natyrshmërinë. Sepse globalizmi, siç u thash, nuk e njeh shenjtërinë, nuk e njeh diferencën, nuk e njeh diversitetin. Zoti e di fare se kush je ti, se çfarë mendon ti. Se qa këtë qenë ti, familjen, derin, pasurin, jemi ne që i bëjmë ligjet. Ti thjesht do bindesh si pas ligjeve dhe botë kuptimi ton. Dhe kjo ndodhë kur neve jemi të dobët. Kur e shesim edhe fen, edhe familjen, edhe pasurin, edhe nderin, edhe vendin, edhe kombin, për ligjet e tjerve, për interesat e tjerve, për projektet e tjerve, ku 3 apo 4 apo 5 veta i imponojnë një kombi tërë, se si duhet të quaj baban dhe nanën, djalin dhe vajzën, se çfarë zgjedhje duhet bëjnë ata, nëse ai ndjet femër djalit i mos i ndërhy, s'ke të drejtë. Sepse ata nuk e njohin rolin tjetër, rolin e shejtanit, al-waswas, vesvesin, sytjet, që i krijon njeriu disa lloj ndjesi sikur të jetë ndryshe nga të tjerët. Këto janë gjëra që kurohen në vëllezër. Këto që thonë që unë ndjem më shumë mashkull, unë ndjem më shumë femër, janë gjëra që kurohen, janë gjëra që rregullohen, janë probleme psikologjike.
Janë probleme, janë vezvese, janë gjëra që rregullohen dhe me shëndetësi dhe me kurim dhe me fjalë. Mirë pa ata nuk duan. Duan ta transformojnë njeriu në një kafsh pa kuptim, që t'jetë thjesht një robot ku e le jetën e tij, familjen e tij, pasurinë e tij, nderin e tij në duart e të tjerëve, me një luftë termash që e plot rëndafila e drejta e njeriut, zhvillimi, integrimi, parfum, gjithandej, sa bukur është jeta, dy burra bashk, dy burra që përtafojnë një fëmijë apo dy gra kështu me radhë, shko sa bukur, dhe këta dorë tërkasin. Ua, sa bukur. Dhe mbas një kohe e kupton se si e ke shkatruar familjen tënde, vazhdimsinë e jetës, si e ke shkatruar vendin tënd, besimin tënd, moralin tënd, traditën tënde, dhe ke ngelur thjesht një popull i pafuqishëm për ndryshuar të realitet dhimbshëm. E lutim Allahun subhanahu wa taala na ruaj nga e keqja e tyre. E lutim Allahun azza wa jall që mos pafshin hajër këta njerëz që miratojnë ligje të tilla. E lutim Allahun azza wa jall që t'i edukojmë djemt dhe vajzat tona me moral dhe integritet. E lutim Allahun azza wa jall që të forcojë në zemrat e tyre besimin dhe natyrshmërinë e besimit. E lutim Allahun na ruaj djemt dhe vajzat tona nga sherrri i tyre dhe projektet e tyre. E lutim Allahun na ruaj djemt dhe vajzat tona nga sherrri i tyre dhe projektet e tyre. E lutim Allahun na ruaj vendin tonë me emrin baba dhe nana, djali dhe vajza, dhe jo gjithë gjini që nuk duket. E lutim Allahun t'i ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona besimtarë dhe besimtare kudo që ndodhen. E lutim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë dhe Sudan dhe kudo që ndodhen. E lutim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë dhe Sudan dhe kudo që ndodhen. E lutim Allahun na forcojë neve dhe ta ruaj vendin tonë nga politikan, zullumqar, gjynefqar, intrigant, dredharak që s'kan pik bese dhe pik imani dhe morali. E lutim Allahun azza wa jall që t'i japi këtij vendi ata politikajnë dhe udhëheqësa që e meritojnë. E lutim Allahun t'i kthej këtij kombi krenarin që e ka pasur atë që meriton. E lutim Allahun na ruaj nga sherrri i atyre njerëzve që duket dhe nuk duket. E lutim Allahun na ruaj nga kurthet e atyre që shkatrojnë familjet tona. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.